Debati për votat e diasporës vijon ende. Në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve në KQZ është diskutuar mbi bllokimin e numërimit të votave nga Greqia. KAS ka vendosur që ta shtyjë marrjen e një vendimi, duke i lënë të pahapura kutitë me vota nga Greqia. Komisionerët e Partisë Demokratike nuk lejojnë procesin e numërimit, pasi opozita pretendon se kutitë janë mbushur nga patronazhistët dhe se votat nuk janë plotësuar vërtet nga qytetarët emigrant. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike Marash Logu tha se procesi në Greqi ka pasur parregullsi. Nga ana tjetër, përfaqësuesja ligjore e Partisë Socialiste Elena Xhina ka deklaruar se duan që procesi i numërimit të votave të diasporës, konkretisht të atyre të Greqisë që janë administruar, të numërohen. Në mes të këtij debati ka ardhur edhe një përgjigje nga kompania postare DHL, e cila i është përgjigjur KQZ-s pas kërkesës për të dhënë sqarime lidhur me disa problematika të konstatuara në Greqi. Në shkresën që mban datën 9 maj, DHL thotë se numri i zarfeve të dorëzuara në Greqi është 61.106, ndërsa të tërhequra janë 52.944.